e organizojnë kontrabandimin me njerëz nga distanca. E nisin një mesazh në Maqedoni edhe e marrin përgjigje në Serbi. Rrjetet e armatosura dhe të organizuara të kontrabandës dokumentohet se ekzistojnë dhe veprojnë në mbar rajonin e Ballkanit. Ato operojnë edhe në Kosovë në kuadër të një strukture të gjerë të bashkëpunimit të krimit ndërkombëtar. Hetimet e fundit kanë dokumentuar një mbështetje të lartë që grupi nga Prishtina i dha kontrabandës. Ata prodhuan mira dokumente të falsifikuara për mbi 50 shtete të botës. Në provat e sekuestruara në laborator, përpos dokumenteve, u sekuestruan edhe mbi 20.000 qipa të cilët përdoren për të dhëna të enkriptuara të pasaportave të vendeve të ndryshme të botës. Hetimi i këtij rasti por vazhdon, ndërsa struktura e krimit tashmë është bërë më vështirë e gjurmueshme. Hulumtuesit rajonal kanë arritur të dokumentojnë se në Ballkan ka rrjete të komunikimit në platformat e rrjeteve sociale, të cilat në tërësi e organizojnë kontrabandimin me njerëz nga distanca duke përdorur rrjetet sociale. Pre svega fokus je bio na društvenoj mreži TikTok i u stvari na koji način se ona koristi za promociju usluga, servisa, odnosno i regrutaciju. Tako da ono što smo identifikovali jeste da TikTok kao mreža služi kao neka vrsta marketing kanala i prilika na koje može da se ispromoviše način rada, tako da možete da vidite primjere prelazaka granice, kao i ponude na koji način se može omogućiti prevoz u države koje su u Evropskoj uniji. Kada se dogovaraju konkretni transporti ili dalji poslovni dogovori, tako da je većinom WhatsApp kao platforma za komunikaciju. Ono što je nama bilo posebno interesantno jeste da vi možete da naiđete na WhatsApp brojeve koji su registrovani kao biznis nalozi i da u svojim opisima već navode da služe za finansije, odnosno neki drugi koji služe za transportne usluge. Këto grupe kryesisht komunikimin e kryjnë përmes aplikacioneve, cilat janë të njohura tash në telefonave, janë aplikacione enkriptume, është bukur problem për përgjigje por megjithatë arrijmë deri dikun në veprimet tona me arrit qëllimin. A keni vret që ka komunikime apo organizime të përdor TikTokun apo rrjetet sociale të tjera ku njerëzit mund më marrë vesh në rrjetet sociale për çush me kalu kufinë dhe mbi bë pagesë? Ka grupe, sidomos në TikTok, ku kërkojnë edhe bashkëpunëtor të grupe kriminale për vende të caktuara, vende që nuk kanë bashkëpunëtor ose nuk kanë diçka, kërkojnë përmes TikTokit grupe të ndryshme. Por ka edhe grupe të migrantëve të cilët çojnë edhe harta, kamera, nëse dikush don me migru vet, pa e paguar te një grup kriminal apo pa shpenzime. E ka grupe që i kemi identifikuar dhe i përcjellin. Po kështu do të kuptojmë që ka dhe shumë vështirësi nga autoritetet policore me mbledhjen e provave. Në pjesa më të madhe, emigrantët që duan të kontrabandohen edhe ata që i kontrabandojnë, përdorin telefonat e enkriptuar, përdorin aplikacione të cilat nuk është kaq shumë e lehtë për t'i aksesuar nga ana e forcave të policisë. E nisin një mesazh në Maqedoni edhe e marrin përgjigje në Serbi, dhe kjo e bën edhe më të komplikuar hetimin. Dhe po të shikosh, deri tani, jo vetëm Ballkani perëndimor, po edhe vende si Greqia dhe Turqia në përgjithësi kanë dështuar